situacionin ku kryetari aktual kërkon një lloj mosbesimi ose votbesimi në këtë rast. Edhe nuk ka asgjë prashtimore që po bën ndonjë farshkele që me thonë që po dilet jashtë procedurave, dhe Kuvendi shtonën thirrjet vetëm në këtë pikë. Pra hapet diskutimi për çka ka ndodhur me rezultatin, dhe në fund Lumir Avdigjiu ku kërkon një mbështetje ose jo për me vazhdu si kryetar, nuk jep dorëheqje aty, se ofron. Kjo është evidente, sepse edhe ftesa thotë ashtu, merrni, shihni, thotë është Kuvendi dhe në fund sqarohet që aty ka me qenë një procedurë me mosbesimit, e votbesimit këtë rast. Tashti, pak po flas me informacione, natyrisht edhe me analizë, janë aktorët që përmenden me emra kushtrim këtu, të rëndësishëm që për 5 vite kanë vendosur në LDK dhe kanë vendosur prapë për fatin e LDK-s këtë të shtunë, dhe unë nuk pres ndryshim, që shumë thonë erën e parë, nuk pres që ketë ndonjë lëvizje që LDK-ja merr një vendim tjetër radikal dhe e ndron kryetarin në këtë fazë. Kujtim Shalë nuk flet se është të kryej punë në terren. Imi Rameti nuk flet se është të kryej punë në terren. Pra, Gazi është ai i cili ka dalë publikisht dega në pej dhe ka thënë që mbështet Avdigjikun, që është një sinjal i mjaftueshëm me tregu se çka mendon kujt edhe Imria, apo kupton? Domethënë, nëse pak dikush i njeh zhvillimet në LDK se si kanë shkuar, kupton se si ka ndodhur Kuvendi 2 ministenitën edhe çka ka menduar të shtunë. Për mua unë kështu e shoh. Pra, mirë është debati po ndodh në brenda Kuvendit, dhe unë besoj që për te ide se kryetari ta vazhdon Avdigjiku jo, më rëndësishme është se çka ka ndodhur me LDK-n dhe ku po shkon. Kjo është më e rëndësishme. Dhe unë pse insistoj që në këtë fazë LDK-ja nuk duhet të mendoj për ndrim leadershipi, por ndrim koncepti menaxhimi, është pikërisht kjo, që Lumir Avdigjiku nëse e